Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përshëndetur protestën e shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit ditën e shtunë, të cilët shënuan rekord pjesëmarrjeje. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbar shqiptarëve, si dhe të kombit shqiptar, u shpreh Berisha gjatë konferencës me gazetarët. Ujkendi që kaloi, kryengritja paqësore më e fuqishme, apo protesta paqësore më e fuqishme njohur në histori, mund të quhet si ujkendi diasporës i atyre trive, trejave, burrave dhe grave që udhëtuan mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuan me bashkëdhetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbar shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Sali Berisha ka kërkuar edhe një herë dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit Rama, si dhe krijimin e një qeverie teknike jo politike, e cila sipas tij do të garantonte rikthimin e votës së lirë në Shqipëri. Berisha u bëri thirrje demokratëve, mbështetësve të Partisë Demokratike, si dhe të gjithë qytetarëve shqiptar, që sipas tij e duan vendin, të vazhdojnë protestat kundër qeverisë aktuale. Thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, për çdo mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e don këtë vend, të vazhdojnë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madh shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Largimin sa më shpejt, sa më parë të Edi Ramës, mbi të cilin rëndon një mal me dosje korrupsioni, mbi të cilin rëndojnë akte të tradhtisë më të lartë kombëtare ndaj kombit shqiptar për zënia masive e shqiptarëve nga Shqipëria dhe thikat pas shpindet ndaj Kosovës dhe autoriteteve të saj.